Ditën e sotme, shtëpia e Big Brotherit është nditur nga një ngjarje e papritur dhe shqetësuese, e cila ka lënë banorët dhe publikun në një gjendje ankthi dhe pasigurie. Kristi, një nga banorët më të komentuar dhe më të përfshirë emocionalisht në lojë, ka pësuar një aksident gjatë orëve të natës brenda ambienteve të shtëpisë. Sipas dëshmive të banorëve të tjerë, Kristi ishte duke lëvizur në ambientet e brendshme në një moment qetësie, kur papritur ka rëshqitur dhe është rëzuar me forcë. Rënia ka qenë e fortë dhe e menjëhershme, duke shkaktuar panik të madh në shtëpi. Menjëherë pas incidentit është dëgjuar zëri i tij i mbushur me dhimbje, ndërsa banorët janë afruar me shpejtësi për t'i ardhur në ndihmë. Të pranishmit kanë vënë re se Kristi kishte vështirësi në lëvizje dhe shprehte dhimbje të forta në zonën e krahut. Gjendja e tij është përshkruar si e rënduar dhe shqetësuese, duke bërë që atmosfera në shtëpi të ndryshojë rrënjësisht brenda pak minutash. Stafi mjekësor ka ndërhyrë menjëherë, duke i ofruar ndihmën e parë dhe duke kryer një vlerësim të shpejtë të gjendjes së tij. Pas kontrollit fjestar, mjekët kanë konstatuar shenja të një dëmtimi serioz dhe kanë vendosur që Kristi duhet i nënshtrohet ekzaminimeve më të detajuara jashtë shtëpisë. Vendimi kryesor ka qenë transportimi i menjëhershëm i tij për të kryer skanime të plota mjekësore, me qëllim përcaktimin nëse bëhet fjalë për tyjerje kocke apo për një dëmtim të rënd muskulor. Gjatë këtyre momenteve, tensioni ka qenë i prekshëm, ndërsa banorët kanë shfaqur hapur frikë, shqetësim dhe mbështetje për Kristin. Produksioni ka marrë masa të menjëhershme për t'i garantuar kujdes maksimal mjekësor, duke e transportuar me shumë kujdes për të shmangur çdo përkeqësim të mundshëm të gjendjes së tij. Ndërkohë, edhe jashtë shtëpisë, reagjimet kanë qenë të shumta. Publiku ka nisur të shprehë mbështetje dhe shqetësim, duke pritur me ankth informacionet e para zyrtare mbi gjendjen shëndetësore të Kristit. Në orët në vijim, pritet të mësohet më shumë. A bëhet fjalë për një sujërje serioze? A do të jetë Kristi në gjendje të rikthehet në shtëpi? Dhe mbi të gjitha, si do të ndikojë kjo ngjarje në vazhdimin e lojës?